Ibn Taymija rahimahullah thot se prej rregullave madhështore të kësaj fesë, dëgjoni mirë, prej rregullave madhështore, edhe ti duhesh domethënë ti nënshtrohesh këtyre rregullave. O ti që ke thënë se Allahu është Zoti jem, dhe ke pranuar Islamin si fen tënde, dhe ke pranuar pejgamberin Muhammedin alayhis salatu wasalam si pejgamberin yt. Këta rregulla madhështore duhet ti nënshtrohesh. Thot Ibn Taymija rahimahullah, këta janë prej rregullave madhështore të kësaj fesë, që e kapin fenë në tërsi, është e para bashkimi i zemrave, do të thonë prej rregullave madhështore të kësaj fesë, bashkimi i zemrave, unifikimi i fjalës dhe pajtimi mes muslimanëve. Këta janë rregulla madhështore, thotë Ibn Taymija rahimahullah. Janë këta çështje deksore, degës, m'pëlqen e bëj ose ku e di çfarë gjëna, mustahabbat. Jo, prej çështjeve domethënë qawaidul azima, janë domethënë rregulla madhështore, bashkimi i zemrave, unifikimi i fjalës dhe pajtimi mes njerëzve. Thot Allahu Teala fattaqullah wa aslihu dhata bainikum. Prandaj friksojuni Allahut, rregulloni marrëdhëniet midis jush. Rregulloni marrëdhëniet midis jush. Nëse ne si selefi që pretendojmë ndjekim rrugën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, nëse jemi në gjendje ti rregullojmë raportin midis nesh, atëherë kush presim me na ardh neve dhe me na i rregullu punët edhe raportet mes nesh. Fattaqullah, thot Allahu në fillim. Kini frikë Allahun. Kini frikë Allahun që Allahu din se çka kini në zemrat tuaja. A synoni me të vërtet pajtim ose synoni përçarje. Për të parën njeriu shpërblehet, për dytën merret në llogari ditën e gjykimit. Dhe thot Allahu Teala wa ta'simu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kapuni fuqimisht pas litarit së Allahut subhanahu wa taala dhe mos u përçani. Pra thot Sheikh Abdul Buhari, kapja pas sunetit është mbrojtje, është siguri nga devimi dhe humbja. Dhe është mbrojtje dhe siguri që mos me ra robi në përçarjen e dënueshme dhe khilafin domethënë që është domethënë i çortuar.